një port i thellë rajonal. Dhe kjo e kurudh, autostrada dhe porti do të përbënin element themelor të proceseve të zhvillimit dhe integrimit rajonal. Këtyre proceseve të zhvillimit dhe integrimit rajonal, ose kjo e kurudh dhe porti, bëshin të domosdoshme dhe të plotësisht të mundshme për faktin se pozicioni i Shqipërisë ishte i tillë i konkuronte të gjitha hyrjet tjera në rajon. Ju kujtohet se çfarë kundërshtisë pati për ndërtim në rrugës Kombit, e cila haptas më thuaj se ndryshon strategjinë e porteve të rajonit. Përgjigjja ime ishte e prerë, qëllimi im është geostrategjia e Shqipërisë. Nuk kam qëllim të dëmtoj asnjë port tjetër, por kam qëllim të shfrytëzoj në maksimum pozicionin gjeografik të brigjeve shqiptare në raport me rajonin. Në këtë kuadër, pra, është normale dhe domosdoshme që porti të konsiderohet si një aset i një rëndësie strategjike shumë të madhe. Si një hub, si një nyje, zhvillim me rëndësi të jashtëzakonshme për zhvillimin. E transportit për rritjen e madhe të peshës së brigjeve shqiptare, gjireve shqiptare në transportin ujor ndërkombëtar. Çfarë ndodh? Në mënyrë të papritur dhe jashtë çdo lloji përshtyrimi, del një ditë për i ditësh Edi Rama dhe u thot shqiptarëve se në portin e Durrësit do të ndërtoj Dubain e 1000 netëve. Do të zhduk portin e Durrësit. Do të ashtroj në një port marine, ku do ndërtoj në trojet publike të atij porti 12.000 apartamente, 12.600 apartamente, 6 hotele me 5-6 yje, pishina të standardeve më të larta dhe një marin për 200 jahte. Dhe do ndërtoj një port tjetër në Porto Romano, i cili do të ndërtohet nga privati. Cili do që njihet me këtë projekt, konstaton se qytetarëve shqiptar po ju plaçkitet pasuria publike numër 1. Nuk kemi asnjë pasuri tjetër publike ne që të kap vlerën e portit Durrësit.
me trullin, me investimet e bëra, me kalatat, me të gjitha, ajo është pasuria publike numër 1 e shqiptarëve. Është më shumë se kaskada e Drinit. Dhe tani, kjo azjesohet. Azjesohet. Po, të ndalemi këtu, që mund ndërtosh një port tjetër më të madh se porti i Durrësit, kjo është normale dhe mund ta ndërtosh atë aty ku vendos. Portet ndërtohen, thellimet realizohen, të përmasave që don, kjo është tashmë praktik e njohur. Por, çfarë zbulojmë tani? Zbulojmë që porti i parashikuar për ndërtim, që duhet ishte porti i thellë i të gjithë rajonit, do t'ishte vetëm 1/4 e kapacitetit të portit Durrësit. A mund të imagjinoj kush? Do t'ishte fiks 1/4. Do t'jetë 1/40 e Pireut. Do t'jetë 1/8 e Selanikut. Faktikisht do t'jetë Shqipëria pa port. De facto, kjo është Shqipëria humbet portin e saj kryesor dhe ndërton një port kiosk sa 1/4 e tij. Nga një anë, Edi Rama krijon Dubai në 1.000 jetëve, bëhet super miliardjeri i rajonit dhe Europës me parat e Franz Çopjas dhe Çopjave dhe të troplinve, se aty shqiptarë duhet ta dinë se Alalabar me kontrat investon gjithsejt 70 milion euro. Të gjitha të tjerat i investojnë kartelet e drogës. Kartelet e drogës pra plashkitit, pasurin më të madhe publike të shqiptarëve, portin e Durrësit. Tani, të shkojmë pak më tutje. Në deklaratën e tij për ndërtimin e portit, Edi Rama u tha shqiptarëve se porti i ri do ndërtohet nga privati. Jo, ata privatët e Edi Ramës janë botën e ndeshme. Ata japin parat për apartamente, por nuk japin parat për ndërtimin e porteve. Dhe tani porti i ri do të ndërtohet nga parat publike, nga taksat e qytetarëve. Pra, përveç se plaçkitën shqiptarët me një vlerë që shkon rreth 4 miliard euro porti, me territorin e me të gjitha, duhet paguajnë edhe 1 miliard euro nga taksat e tyre për ndërtuar një port Koteck, një port sa 1/4 e portit ekzistues, i cili, ose të cilin, në vitin 2013 ne lam projektin
dhe kompanit të mëdha të kontraktuara për ta